Festën e Pashkës, kryedemokrati Sali Berisha e nisi me një urim në kishën ortodokse në Kavaj. Një përfitoren e 11 majt. Faleminderit. Së bashku me urimin, Berisha prezantoi dhe pjesë të programit të PD-s ku tha se në rast fitoreje në zgjedhjet e 11 majit, qeveria e re do të dyfishoj fondin për komunitetet fetare. Berisha tha se do të zgjidhet edhe çështja e pronave. Spari do të dyfishojmë fondin që kemi për komunitetet fetare. Së dyti, brenda këtij mandati që vjen, në rast se qytetarët shqiptar votojnë, ne do të zgjidhim përfundimisht problemin e pronave me përparësi absolute për institucionet fetare, por dhe për të gjithë shqiptarët. Nga katedralja e Shën Palit në Tiranë, së bashku me urimin për qytetarët, kryedemokrati Berisha përcolli mesazh edhe për kundërshtarin e tij politik. Pashkën tjetër ta kremtojmë siç ne do zemra dhe pa antikrishtin në trojet tona. Berisha përcolli urime edhe në kishën ortodokse autoqefale në Tiranë. Kryedemokrati tha se nderon edhe Anastas Janullatusin për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, duke i quajtur një meshtar vegan.